nuk dështoj votimi i raportit pse opozita e bllokoi, po pse shumica parlamentare nuk i kishte votat. Zotëri Sakulli, më dëshmë na tregu çfarë pritet të ndodhë tash pasi dështoi edhe verifikimi i mandateve të deputetëve. Tashmë është situata në cilën ka qenë deri diku e pritur se do të ndodhë. Tashmë unë besoj që përkundër deklarimeve të kryesuesit të seancës se do të konsultohen me presidentën, në fakt nuk besoj që ka asnjë bazë për konsultim. Në radhë parë presidentja nuk përgjigjet në ftesa konsultative dhe nuk operon si ofruesi këshillave se si procedohet tutje. Ka gjykim të gjykatës kushtetuese në raport me konstituimin e kuvendit e besoj që formimi i institucioneve e sidomos konstituimi i kuvendit është prej çështjeve më të detajuara për cilat ka aktgjykime të shumta nga ana e gjykatës kushtetuese. Tashmë mjafton që kryesuesi i seancës, në këtë rast zoti Dehari, të ftoj seancën e re, e cila është vijimësi e seancës së fundit, dhe kjo seancë duhet mbahet më së voni të njëjtën paradite. Unë besoj që presidenti i vendit nuk do t'i përgjigjet apo thjesht do t'i tregojë që procedurat janë të qarta, sepse presidentja nuk ka kompetencë ta thrasë dy herë seancën e njëjtë, por që situata përgjithsisht që u zhvillua sot në kuvend tregon se nuk janë numrat. Po të ishin numrat, as nuk do ta kishim vonesën, e mbasi do të kishim seancë qysh sonte për formimin e institucioneve të reja. Pse mendon që përmend emri i presidentës, cili është qëllimi? Unë besoj që është më shumë përpjekje për të blerë kohë, për shkak se procedurat e komunikimit mes kuvendit, presidencës e potencialisht të gjykatës kushtetuese mund të marrin kohë, por që praktikisht e në bazë të dispozitave në fuqi nuk ka asnjë hapësirë për ta prolonguar më tej procedurën, thjesht duhet që të ushtrojë zoti Dehari në këtë rast përgjegjësitë e tij ligjore kushtetuese, prej cilave nuk ka të drejtë absenaj. Në bazë të situatës që po atë, ta mendoni që lëvizja dhe vendosje ka një emër për këtë parlamentarin? Unë besoj që fatkeqësisht jo, për shkak se nuk kishte numra as për të votuar raporti i thjesht i verifikimit mandateve, e që përbindjen time është indikator se nuk janë numrat as për hapin tjetër, por që në periudhën prej tash deri në seancën e radhës kurdo që do të mbahet e njëjta, besoj mund të ketë zhvillime drejt formimit të institucionit. Seanca e radhës duhet mbahet më së largu deri të njëjtën në mesditë, dhe që nëse njëta dështon, pastaj një seancë tjetër duhet mbahet sërish jo më vonë se deri të shtunën nga momenti i dështimit të asaj seance. Albin Kurti, kryeministri Albin Kurti, në detyrë faktikisht, në një status në Facebook i bëri bashkë partitë opozitare me listën serbe, tha që të gjitha votuan një zëri edhe kundër verifikimit mandateve, që në fakt PDK-ja, LDK-ja votuan kundër ndërsa lista serbe abstenoi. Pse mendon që i barazoi në një farë forme? Tashmë është kjo, unë besoj është pjesë e një retorike të zakonshme fatkeqësisht në mesin e politikanëve tonë që të lëshohen akuzat të tilla që nuk i kontribuojnë fare situatës, dhe mbi të gjitha duhet ta bëjmë qartë që nuk dështoj votimi i raportit pse opozita e bllokoi, po pse shumica parlamentare nuk i kishte votat. Rrjedhimisht, para se të akuzohet kushdo tjetër, duhet të shihet se pse nuk ishin numrat e nevojshëm as brenda koalicionit qeveritar përfshirë këtu edhe komunitetet, e pastaj shihet se pse vepruan në një mënyrë caktuar partitë opozitare, që duhet ta konstatojmë që interpretimi i tyre mbi çështjen e vlefshmërisë është valid dhe si i tillë, po të mos ishte i tillë nuk do të ishin ofruar dorëheqjet. Pra, unë besoj që kemi të bëjmë më shumë përpjekje për luftë politike që dorën zemër nuk është se as i kontribon situatës, se potencialisht mund ta penalizojë edhe më shumë qeverinë aktuale në detyrë tashmë të dorëhequr, sepse duket se gjasat po të kurren sa i përket mundësive për formimin e institucioneve të reja. Faleminderit shumë.